Mjaftuan 2 gola që Vushtrria t'i rikthehet fitores pas 6 xhirosh në Superligën e Kosovës në futboll. Duke mposhtur Trepçën 89 në stadiumin Riza Lushta, mysafirët fituan 2-0, fal golave të Makendas dhe Deniz Krasniqit, nga një në secilën pjesë. Ishin vendasit që e nisën më mirë takimin, duke rrezikuar në minutat e para me Akinolan. Edhe pse me posedim të topit në anën e tyre dhe me shumë raste të pashfrytzuara, vendasit nuk po arrinin të gjenin formulën për të shënuar në portën mysafire. Shënohej minuta e 30 kur pas një skeme të përgatitur mirë, Vushtrria kalon në epërsi me golin e Makendas. Pas golit të shënuar, Vushtriasit po ja delnin ta mbronin mirë rezultatin. Kjo për faktin se ekipi i Arsim Thaqit nuk ishte edhe shumë kërkues. Pjesa e parë e takimit u mbyll në të mirë të mysafirëve. Ndërsa me të filluar, pjesa e dytë Vushtria tregohet më agresive, për çka në minutën e 48 arriti të shënoj përmes Deniz Krasniqit, për të siguruar edhe më shumë qetësi të skuadra mysafire. Trepça 89 pas golit të dytë të pranuar u mundua të jetë më agresive, por ekipi i Bekim Shotanit u rikthye tërësisht në mbrojtje, për çka i vështirësoi punët kundërshtarëve të shënojnë. Duke i qartë se sulmuesit e 89-shit nuk ishin në ditën më të mirë, pasi shumica e goditjeve shkonin mbi port. E pas përfundimit të takimit, lojtarët e të dyja palëve gjetën pak kohë edhe për t'u kacafytur. Me këtë fitore, Vushtrria ngritet në kuotën e 16 pikëve në vendin e 10, ndërsa Trepça 89 në vendin e 5 me 23 pikë. Pas ndeshjes folën edhe 2 trajnerët e skuadrave. Arsim Thaqi 89-shit tregon arsyet e humbjes. Trepça 89 ka qenë pretendenti kryesor të llogarit nivelin e lojtarëve dhe përforcimet që ka bë, po sido që tjetë është e kuptueshme që Trepça 89 ka luftuar gjithmonë për krahun e tabelës, edhe na jemi prapë në krahun e tabelës. Po këto rezultatet e dobta kohës fundit janë si pasojë thashë bonkas shumë varfën të Trepça 89. Ajo pjesa që ishte dashur me i bë një lloj konkurrencë dhe presioni lojtarëve që luajnë me anë fush, edhe këto pasojë atje të i bajt, edhe këto ndeshjet e fundit. Të llogaritës edhe 2 lojtarë që kanë bajt barën kryesore ndeshjet në fillim, Lerat Hajdini dhe Gentian Mazreka, 2 lojtarë që kanë mësuar lëndime xhiron e 6, edhe këto xhirat e fundit nuk janë brenda formacionit, edhe këtë drejtim thash na kemi rramje sa i përket rezultatet. Ndërsa Bekim Shotani i Vushtrisë i lumtur me fitoren tregoi se ka pasur besim gjithmonë tek kjo skuadër. Spori, që them, kemi filluar shkëlqyeshëm kampionatin. Domethënë të nxirët e para kemi qenë mirë, kemi qenë pozitën e 4-5, pasandej kemi pas një rramje, një krizë. Kanë qenë do problemet të cilat edhe kanë ndikuar në faktorin e grupit homogjen të lojtarëve të ekipës përgjithësi, edhe u pa ajo rramje. Rivali Trepça është një rival i fortë edhe faktikisht mobilizon me luajë në mënyrën maksimum të ngarkesës të lojës edhe të aktivitetit të lojës. Djem sot edhe një provim shkëlqyeshëm, ishte mundi edhe sakrifica dhe puna e tyre që e bënë në fush gjatë 90 minuta. Atë që e planifikuam asesi të mos marrim golle dhe më kënaqi më shumë ti, ishte ajo pjesa defensive. 2 lojnë rresh derbi që luajnë ama Sajvalisë dhe Trepçë nuk kemi psuar gol, domethënë është një punë e mrekullueshme. I përgëzoj lojtarët për këtë angazhim, fitore, lojë të mirë dhe lojë të disiplinuar në aspektin taktik.